Java fundit e kampionatit kombëtar të futbollit për femra, ajo Vllaznia Elbasani do të luhet pas ditën e së premtes në orën 15:30 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Në përfundim të 90 minutësh të krejt ndeshjes, pavarësisht rezultatit fal diferencës që ka në klasifikim me ndjekësit e saj, Vllaznia do të kurorëzohet me titull kampion. Fakti që ekipi ka dalë kampion më herët tregon që Vllaznia është një ekip që i ka cilësi dhe vlerat për manel dhe ndeshja që luhet nesër këtu, ndoshta do t'i shërbejnë më shumë si statistikë për këtë stadium, që ndoshta do të jetë ndeshja fundit në këtë stadium të vjetër dhe me hap rrugën ndoshta një Vllaznie akoma me suksesshme në edicionet e ardhshme. Mas ndeshjes, Federata Shqiptare e Futbollit bën edhe ceremoninë e zakonshme të dorëzimit të medalje dhe të kupës ekipit kampion. Mas ndeshjes, me që nesër është edhe ndeshja e play-offit, ndeshja e dytë e play-offit të basketbollit, drejtuesat e klubit bashkë me klubin Shumë Sports kanë menduar që në pushim të ndeshjes ekipi i vajzave të paraqiten tapetin dhe të prezantohet si ekipi kampion dhe mas ndeshjes basketbollit që i urojmë një fitore dhe të shkojnë drejt titullit kampion, sepse me të vërtetë meriton se është edhe ky një ekip shumë mirë organizuar. Për presidentin Lazar Matia, titulli kampion që pritet ta marrë në dorëzim është i 5 radhazi me këtë skuadër, 3 fillimisht me Adën dhe në vazhdim edhe 2 të tjera, ku transferua së bashku me skuadrën në klubin e futbollit Vllaznia.